I kam që të dy historia që kanë ndodhur gjatë kohës të luftës të fundit në Kosovë. Po ja ulqej mas pari, pastaj kam të fjalë për këtë pjesë. Kur ka hime në shtëpi, në trening zikon, e ka u konë një grua dhe një burë. E kam post një fëmijë të vogël, 8-9 muaj, nuk e di sa. Edhe nonën tjetër u konë shporejtje dhe të uzinin që nxejre pasol. Edhe i kanë thonë çka keni për darkë. Ajo gruaja ka thonë keni pasol. I kanë thonë me mesh apo pa mesh? Ka thonë jo pa mesh, ka thonë jo keni me hongër me mesh. E kanë morë fëmijën e vogël, e kanë prej, e kanë shtim pasol, edhe i kanë shtim me hongër me zar. Tash të ja ulqej pjesën e dytë. Ta ditë gjikën ma kanë prej, ma kanë gjikë. Pas me djetë ku bo fëmi, këtë, ka thunë këtë, ku pa le qaj, këtë kanë bo pasti, këtë kanë otë, unë ma kanë bo përrej. E që, shkoj. Pas e ka shku për lirik zushën. Do të ka shku, se tje për do të dhirë. Vetë ko shajnë, vetë ko me shkua, 70 djetë i kam, vetë ko me shku. Nëse mërë dhe dojtë. A bu për lirik, hajtë biri, babës. Që shke pas marak, që nuk e shkuve. Më falni për emocionet, po për një me po më prekun shumë qëto situata. Sinqeresht do jam i lindur mas luftës, po jëm të i përjetu e te për rënë kur për ndëgjej qëto sene. E ma bëni halal që për i postej, po këto sene për i postej që nashta vedisohen, as nuk martohen me shkije, as nuk bojnë bashkëpunime ta, asaj e tjetra me thonë nuk e kom problem listë të serë, asaj tjetri me thonë që dëhet me pas pache me të. Në sen për jallë thëmë, nashta unë jem ma i ri unë këtë mes, po pasha zotin e madhë kur armiku mi u bo mix ka. E prandaj gjaku i këtynëv që ju kam vra fëmija, i atynëv që kam dhonë jetë për më nëmbrojt neve me koll nasën gjerë, dhe të din mirë shkijet e flet që kur uj më bo gjaku i tynëv s'ka.